eksplicit tregon që presidenti duhet të zgjidhet brenda 30 ditëve para se të përfundoj mandati. Është pak kaotik gjithë kjo, unë nuk jam jurist, nuk mund të thirrem në analizën juridike, mirë po duke njohur kushtetutën dhe ligjet, mundohem të them ose të spaku të shpjegoj atë gjykim ose formë si unë e lexoj kushtetutën dhe unë definitivisht e shoh si një paraqitje e cila mund ta destabilizoj vendin në aspektin e kushtetutshmërisë, sepse kjo po bie ndesh me atë të cilën e kemi thënë deri më tani. Në njërin anë shihet si shkelje e kushtetutës nga zonja Osmani me dekretin e saj, kurse në anën tjetër gjykata kushtetuese nuk tha që është shkelje e kushtetutshmërisë, pra nuk mund të qëndrojnë të dyja. Por siç duket atë që thash mbrëm në një televizion tjetër, po e përsëris, gjykata kushtetuese ka themi, stabilitetin kombëtar politik përpara themi atij partijak dhe emocional. Ndërkaq Visar Rafati 34 ditor po shihet ndoshta si një orë me sahat, do ta quaja për politikën kosovare. Mendoni se ky është Rafati real për konsensus, apo nga ana tjetër kemi thjesht një shtyrje të krizës dhe a do të arrijnë deputetët të zgjedhin presidentin brenda këtyre 34 ditëve apo vendi shkon drejt zgjedhjeve më pas? Arsyetimi se nuk është konsumuar ende afati prej 60 ditor procedurial nga Kuvendi i Republikës së Kosovës për moshë abstrakt, për shkak që ky arsyetim duhet të qëndronte nuk duhet të qëndronte në këtë stat nga gjykata kushtetuese, pa marrë parasysh se kur i kemi pas zgjedhjet ose kur kanë përfunduar ato. Ne kemi ditë qysh një vit, 2 vite më parë që në këtë stat ne duhet të vim dhe ta zgjedhim presidentin ose presidentin e re të Republikës së Kosovës. Dhe në këtë gjykim besoj që e kanë gabu gjykata kushtetuese. Pastaj se është bombë me sahat, patjetër që po, sot jemi tashmë vetëm 33 ditë, sepse nga dje ka fillu numërimi mbrapsht. Mbrëm kemi pa oponent të pozitës dhe opozitës në media tona televizive dhe kemi pa që qëndrimet janë të palëkunshme, secila dëshiron ta lë fajin tek tjetra, biles disa kanë dalë me statuse në profilet e tyre në rrjetet sociale duke themi vendosur edhe datën e zgjedhjeve. Dhe kjo pastaj paraqet edhe një problematik tjetër, sepse në vend që të tentohet dhe të thirret ndërgjegjes për të kalu këtë pengesë dhe për të zgjedhur presidentin ose presidentin e re, deputetët tanë kanë fillu duke luajt rolin themi e atyre pionëve në lojën e shahut dhe të tentojnë të destabilizojnë situatën dhe të ngrisin hipoteza dhe problematika të paqëna vetëm për shkak të egove të tyre personale. E çka është më e keqja, janë disa individ të cilët mendojnë që pa marrë parasysh kur do që mbahen zgjedhje, ata përsëri e kanë të garantuar vendin e deputetit, thuaj se Kosova është një vend anarkist dhe kalon nga mbreti tek djali e te princi tjetër dhe nuk është pra ajo e cila shfaq realitetin. Dhe duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me qytetarë të cilët prapë do t'i votojnë këta individ dhe i përkrajnë këta individ, patjetër që do të ndodhin edhe këtë lloj skenarësh. Për të gjithë këtë krizë, Visar, pra i gjithë kjo krizë politike tashmë në Kosovë, kush më përgjegjësi është vetë institucioni i presidentit apo janë deputetët? I gjithë spektri politik, duke fillu prej presidentes, kryeministrit, kryetarit parlamentit, deputetëve, shoqëria civile, mediat, të cilat në pjesën më të madhe janë të anueshme ose nga qeveria ose nga opozita,
askush nuk po lufton në këtë shtet të polarizuar që një farë forme t'i shëshoj gjakrat dhe gjërat dhe të dalë me ide dhe iniciativa se si mund të bëhet ky vend, por vetëm ja duke tentuar që t'i vendosin flakës benzin ende më shumë dhe të kemi ose themi kemi problematika të tjera të cilat absolut nuk duhet të ekzistonin dhe në këtë situatë të shfaqen pastaj edhe krizat e ndryshme politike. E qartë, por më tej Visar mendon se ka vullnet real politik për zgjedhjen e presidentit apo do të kemi një krizë edhe më tej e cila do të thellohet mbas kësaj situate? Nuk shoh momentalisht vullnet as nga lëvizjeve të vendosur si parti e parë, po as nga partitë opozitare që të dilet nga kjo krizë. Tashmë loja po luhet se kush të shpallet fajtor më shumë se tjetri, kush të dalë bllokuesi i institucioneve dhe në këtë situatë ne do të patjetër zgjedhjet janë të pashmangshme, por pyetja është se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve, cili do të jetë rezultati, me çfarë rezultate do të dalim dhe pastaj a do të jenë këto parti përsëri të gatshme të futen në një koalicion, pse duhet të kemi zgjedhje kur mund të kemi një marrëveshje koalicioni tashmë, edhe pse kemi qeverinë e formuar, nuk është zor që të ndryshojnë ministrat. Prandaj egot personale individuale të akterëve kryesor politik në Kosovë, siç janë kryetarët e partive, janë duke e zhyt Kosovën në kriza të panevojshme. Disa nga ana tjetër, armatosja e fundit e Serbisë me sisteme raketore balistike supersonike nga Kina nuk është më një zhvillim i zakonshëm për të gjithë balancat ushtarake të rajonit. Mendon se po përpiqet Beogradi ndoshta të ndryshojë ekuilibrat e sigurisë në rajon përmes një arsenali të frikshëm ushtarak? Serbia vazhdon të zhvillojë politikën e saj hegemoniste në raport me Kosovën, po edhe me Ballkanin Perëndimor, të gjithë fqinjt ose shtetet e cilat e rrethojnë. Serbia me këto lloj taktikash e kam thënë dhe vazhdoj të përsëris, tenton që t'i friksoj shtetet fqinje, por edhe të jetë e gatshme për ndonjë lëvizje nëse i jepet mundësia. Por fatmirësia më e madhe por Ballkanin Perëndimor është që aleatin kryesor e kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duke u mbështet fuqishëm në raportet me SBA-t, pastaj edhe shtetet e tjera, nuk besoj dhe nuk mendoj që Serbia do të guxojë të bëjë ndonjë veprim. I qartë, por nga ana tjetër mendon Visar se është armatosja e Serbisë ndoshta një sinjal i qartë i ambicjeve hegemoniste ndaj fëmijëve të saj? Patjetër, e thash edhe më lartë, Serbia ka politika diktatoriale dhe duke marrë parasysh që ka një përkrahje të madhe nga shtetet diktatoriale siç është Kina, Rusia, Korea e Veriut, Irani deri vonë, patjetër që edhe ajo dëshiron të implementojë përveç Serbisë edhe në gjithë Ballkanin Perëndimor, por që nuk është e mundur sepse Ballkani Perëndimor tashmë ka vendosur rrugtimin e tij drejt Bashkimit Evropian. Ne kemi një mbrojtje e cila vjen thash më parë nga SBA-ja dhe NATO, duke marrë parasysh që kemi këtë aleancë të fuqishme si mburoj